Ju përshëndes të gjithëve, mirë se erdhët në Ballkan Update. Unë jam Habi Hoxha, ne do të jemi së bashku në vijim, do të hapim një zhvillim në Greqi, një ngjarje e rëndë, duhet të themi, ka ndodhur në Selanik, ku një 53 vjeçar shqiptar ka vrarë me thik bashkëshorten e tij 44 vjeçare. Sipas mediave greke, 53 vjeçari më pas është hedhur nga balkoni në katin e dytë të shtëpisë, por ka ndruar jetë gjatë transportimit për në spital. Sipas informacioneve, çifti kishte dy vajza, përkatësisht 16 dhe 21 vjeçare. Flasim tani për zhvillimet politike në vend. Detajet e para nga lista e kandidatëve për deputet Partisë Demokratike tregojnë se Sali Berisha në fakt po përgatitet për humbjen dhe jo për fitorin e zgjedhjeve. Deputeti i Elbasanit, Dashnor Sula, ka deklaruar se është lënë jashtë listës së kandidatëve të Elbasanit. Sula ishte kandidati i dytë më i votuar në primare, vota prova kjo më e fortë se ky proces ishte një farë sekretarit Partisë Demokratike. Por Sula thotë se është lënë jashtë listës për shkak të pozicionit të tij pro-SPAK, ndaj së cilës Berisha i pandehur ka një qëndrim agresiv. Sula ka paralajmëruar se do të punojë që votat e tij në qark të mos i shkojnë Partisë Demokratike. Sali Berisha ka nisur spastrimet e para nga listat e kandidatëve për deputet. Të parit ja ka treguar derën Dashnor Sulës, deputeti i njohur për qëndrimet kritike ndaj tij. Në një status ka njoftuar se është komunikuar largimi nga listat për një arsye të vetme. Ndryshe nga doktori mbështet SPAK. Sapo jam njoftuar se nuk do t'jem pjesë e listës së kandidatëve për deputet Partisë Demokratike në zgjedhjet e 11 majit për një arsye të vetme, sepse jam spakist. Sula ishte kandidati më i votuar në primaret e PD-s për Elbasanin, ndërsa në vitin 2021 deputeti i dytë më i votuar në qark, me mbi 7.000 vota. Ai ka një paralajmërim të fortë për Berishën dhe besnikët e tij. Në fund kam edhe një mesazh për ata që janë ngujuar në kull e po bëjnë listën e qarkut të Elbasanit. Jo kushdo që do të futet në atë listë të mbyllur mund t'i gëzoj votat e demokratëve të Elbasanit, Peqinit, Rikut, Belçit dhe Gramshit. Keq më vjen, por nuk e keni bërë mirë llogarit. Rasti Sulës provon se doktori ka alergji rebelot dhe me listat e kandidatëve po shkel statutin dhe primaret për t'i nxjerrë jashtë loje. Pakënaqësia ndaj tij është trirë edhe tek Aleanca Madhështore. Aleati Maqedonas Vasil Teriovski vendosi të largohet nga koalicioni pasi Berisha nuk i ofroi asnjë vend në listë të hapur. Dështuam në negociata, i kërkova një vend në listën e hapur të Korçës, refuzuan. Edhe në qarqet e tjera nuk na dhan vende, pra koalicion, por s'na dhan asnjë vend në listë. Vala pakënaqësive të listave ka kapur edhe Partinë e Lirisë së Ilir Metës. Kryetarja e lidhjes së gruas Esmeralda Demiraj ka njoftuar dorëheqjen me faktin se nuk është përfshirë në listat e kandidatëve. Të forta në fakt janë zhvillimet në rajon. Prokuroria në Bosnjë ka lëshuar urdhër ndalimi për liderinë e serbëve Milorad Dodik. Ai dhe zyrtarë të tjerë akuzohen për sulm ndaj rendit kushtetues pasi po planifikojnë shkëputjen e entitetit serb nga shteti i Bosnjë-Hercegovinës. Me qëllimin për të marrë në pyetje, Prokuroria e Sarajevos i ka lëshuar urdhër policisë së shtetit për të ndaluar presidentin e Republikës Serbe në Bosnjë-Hercegovinë, Milorad Dodik. Në listën e urdhrit të prokurorisë janë edhe kryeministri i këtij entiteti Radovan Višković dhe kryetari i parlamentit Nenad Stevandić, që të katërt akuzohen për veprën penale të sulmit ndaj rendit kushtetues. Njoftimi vjen në kohën kur autoritetet në Republikën Sërbska planifikojnë që entitetin e tyre ta përcaktojnë si shtet të popullit serb, t'i japin të drejtën për vetvendosje, të krijojnë ushtrinë e tyre dhe të ngrinë institucionet e tyre të drejtësisë. Këto ligje jo kushtetuese janë miratuar pasi Dodik u dënua në shkallë të parë nga gjykata e Bosnjës me një vit burgim dhe 6 vjet ndalim të ushtrimit të postit presidentit për mos respektim të vendimeve të përfaqësuesit të lartë ndërkombëtar. Më 27 shkurt, Parlamenti në Republikën Sërbska miratoi ligjet jo kushtetuese dhe më 5 mars ato u dekretuan nga Dodik. Miratimi i këtyre ligjeve është dënuar nga zyrtar të lartë botror, përfshirë nga sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte dhe disa ambasada të huaja në Bosnjë-Hercegovinë. Në thelb, cënimi i kushtetutës së Bosnjës është edhe cënimi i marrëveshjes së Daytonit që i dha fund luftës në 1995. Sipas kushtetutës së Bosnjës, Republika Sërbska dhe Federata e Bosnjë-Hercegovinës janë entitete që përbëjnë Bosnjë-Hercegovinën dhe nuk kanë statusin e një shteti.
Po ashtu, sovraniteti dhe integriteti territorial, sipas kushtetutës, janë të rezervuara vetëm për shtetin e Bosnjës dhe jo për entitetet. Bedri Elezi, ekspert sigurie, në bashkohet në një komunikim të drejtë për drejtë. Zoti Elezi, ju falenderoj shumë për kohën, e di që jeni munduar sepse keni dalë nga një mbledhje në fakt e cila është në vijim, po unë do të shkoj drejt për drejt tek pyetja thelbësore. A do të ndahet Republika Srpska apo Republika e Serbisë në Bosnjë Hercegovinë nga pjesa tjetër e shtetit? Fatkeqësisht po ndodh ajo të cilën jemi shqetësuar kohë gjatë, që kemi diskutuar realisht që mund të ndodhë, dhe kjo është veprimet e presidentit të Republikës Srpska Dodik, i cili siç duket kap në plan të angazhime konkrete sa i përket ndarjes së Republikës Srpska nga Federata e Bosnjës. Ky është shqetësim, vjen edhe për shkak të angazhimeve në aspektin e jo-sigurisë, nga Kam një shkëputje nga komunikimi me ekspertin e sigurisë Bedri Elezi. Në fakt, fokusi i kësaj bisede pa diskutim që është një nga zhvillimet kryesore të rajonit, ajo se çfarë ka ndodhur me veprimet e Milorad Dodik, presidenti i Republikës Serbe në Bosnjë. Po ju lutem. Pak kishim një ndërprerje, ju lutem. Kjo që thamë po ndodh dhe kemi gjithashtu edhe një veprim konkret të gjykatës së Sarajevës, e cila dhe prokuria kanë vendosur një flet arrest, një flet vërshtim për presidentin e Republikës Srpska Dodik, me çka i njëjti duket që nuk do t'i përgjigjet ftesës së prokurisë për intervistim, kështu që paralajmërojmë një farë forme dhe angazhim të aspektit të sigurisë në Bosnjë. Krejt kjo ndërlidhet edhe me zhvillimet e fundit në rajon. Ju keni parë që në Serbi tani është një proteste paralajmëruar që do të mbahet me datë 15, që ne kemi quajtur një paralajmërim dhune që do të ndodhë me datë 15 mars atje, nga se dhe presidenti i Serbisë ka paralajmëruar, mund të themi, një përplasje mes protestuesve dhe institucioneve të zbatimit ligjit në atë pjesë, dhe njëkohësisht kemi një informacion i cili thotë se dikon rreth 2000 persona të cilët do të udhëheqin nga Radojčić janë të angazhuar për të qenë brenda protestuesve dhe të njëjtit të kryejnë veprime të dhunshme kundrejt forcave të sigurisë, dhe kështu të ketë një përplasje apo mund të themi një eskalim të statit të sigurisë. Këto përpjekje për të stabilizuar ballkonin perëndimor vinë si një kërkesë e Federatës Ruse për eskalim të statit të sigurisë në vend derisa ka zhvillime në organizimin e diskutimeve për paqen mes Ukrainës dhe Rusisë, e sidomos pas qëndrimit të Ukrainës apo zotimit tek autoritetet amerikane për të pranuar kushtet e armëpushimit. Ne duhet kemi një kujdes të shtuar, sepse përpjekja e serbëve dhe Dodik për të ndarë nga Federata e Bosnjës do të thotë një paralajmërim serioz të statit të sigurisë në shkallë gjerë, që nënkupton që mund të kemi një manifestim këtyre veprimeve jo siguri edhe në Kosovë dhe në rajon, e sidomos pak zhvillimeve fundit që si në Kosovë, se më intereson kjo pikë. Si mund të eskalojë në Kosovë një situatë e tillë? Si mund ndikojë? Çdo situatë jashtë kontrollit në Serbi dhe në Bosnjë do të manifestohet në mënyrë drejt për drejt në Kosovë, sepse në këtë rrethona kur Serbia nuk do të ketë, po themi thojza, një kontroll në brenda territorit të saj, do të justifikojë veprimet të dhunshme të grupeve kriminale terroriste serbe, të cilët duket që një kohë gjatë janë përgatitur në dy baza të ndryshme brenda territorit të Serbisë, diku rreth 20 kilometra larg kufit me Kosovën, dhe gjëja se Serbia nuk do të ketë kontroll për shkak zhvillimeve në Bosnjë dhe në Serbi, dhe se këto grupe do të shfrytëzojnë nga rasti për të ballafaquar edhe me dhunë me autoritetet e sigurisë të Republikës Kosovës. Prandaj edhe vizita e shefit të NATO, sekretarit të NATO-s ishte në Bosnjë dhe në Kosovë, sepse këto dy burime jo sigurie mund të përdoren pikërisht nga këto grupe kriminale terroriste, të cilat po mbështeten nga Beogradi zyrtar dhe Moskva zyrtare për të eskaluar statin e sigurisë dhe më pas për të pasur ndoshta edhe përplasje drejt për drejt me forcat e sigurisë qofshin në Kosovë, qofshin edhe në Bosnjë. Paralajmërimi që e bëri Dodik sot, sa i përket angazhimit të EUFOR dhe prokurisë atje ishte tipik në kuadër të shqetësimeve që ne po themi. Zoti Elezi, ju falenderoj shumë për kohën. Ju përshëndes. Faleminderit gjithashtu.
Do të kthehemi zhvillimeve nga vendi. Kryeministri Edi Rama është në eventin Tirana Kryeqyteti Mesdhetari i Kulturës dhe Dialogu 2025. E ndjekim. Ne jemi mbledhur këtu për një tjetër moment simbolik dhe domethënës në historinë bashkëkohore të qytetit tonë, të kryeqytetit të Shqipërisë. Një moment kur Tirana pakzohet zyrtarisht si kryeqyteti mesdhetar i kulturës dhe i dialogut për vitin 2025. Dhe desha ta nis duke ju referuar një shprehje të Eqerem Çabejit, i cili shkruan se nëse do të njohësh një komb, ec në rrugicat e kryeqytetit të tij. Sot nuk është edhe aq e lehtë të ecësh në rrugicat e kryeqytetit tonë për arsye të një transformimi të jashtëzakonshëm, që është transformimi më i madh që kryeqyteti ka njohur në historinë e tij. Edhe pse në rastin e Tiranës, krahasimi me origjinën dhe me të kaluarën është jo i vështirë për të treguar se sa larg dhe sa lart janë ngjitur, pasi ndryshe nga të tjera kryeqytete rreth nesh, Tirana është një kryeqytet shumë i ri dhe me një histori shumë herë më pak të pasur se sa historia e kryeqyteteve të tjera rreth nesh. Megjithatë, sot ato rrugica dhe rrugët e Tiranës në tërësi janë dëshmitare të një transformimi të jashtëzakonshëm. Dhe nga ana tjetër, edhe fakti që Tirana për të 4-ën vit me radhë zgjidhet si një ndër kryeqytetet ku diçka i mbetet ta mbajë në formën e një pishtari të ndezur. Në vitin 2022 kryeqyteti Evropian i Rinis, në vitin 2023 kryeqyteti Evropian i Sportit, në vitin 2024 kryeqyteti Evropian i Turizmit. Dhe këtë vit kryeqyteti mesdhetar i kulturës dhe dialogut, do të thotë eksaktësisht që këtë transformim nuk e shohim vetëm ne që duam ta shohim, sepse ka dhe nga ata që nuk duan ta shohin, por e shohin edhe të tjerët, të cilët na kanë parë se si kemi qenë, na shohin si jemi dhe gjithmonë më shumë na respektojnë, po edhe na admirojnë për sa shumë kemi arritur të bëjmë, duke pasur parasysh që kur dolëm nga errësira e thellë e Koresë Veriut në mes të Europës, ishim shumë më mbrapa të gjithë atyre të tjerëve me të cilët sot përpiqemi të afrohemi dhe më pas edhe të krahasohemi. Por nga ana tjetër, ky moment i Tiranës si kryeqytet mesdhetar i kulturës dhe dialogut është edhe një moment që shkon përtej Tiranës si vlerësim për shoqërinë tonë, si vlerësim për historinë tonë, si vlerësim për kulturën dhe për mënyrën tonë të bashkëtuarit, ku harmonia fetare është në sytë të gjithëve dhe është aq domethënëse në kohën e sotme, ku ka gjithmonë më shumë
mungesë harmonie, për ta thënë me një fjalë, për një eufemizëm, sa që Papa Francesku e pakzoi si vllazëri fetare. Për më tepër të qenit kryeqytet mesdhetar dhe ndërkohë të qenit kryeqytet evropian i kulturës dhe dialogut mesdhe, na bën nder edhe për faktin se mesdheu është 1000 gjëra bashk, siç thot Fernand Braudel. Jo një peizazh, por shumë peizazhe, jo një det, por shumë dete, jo një qytetërim, por shumë qytetërime, që janë të vendosur si dëng mbi njëri tjetrin. Dhe fakti që ne kemi përqafuar këtë diversitet duke mishruar në mënyrën e të qenit, na bën edhe tërheqës dhe do ta bëj gjithmonë më shumë tërheqës dhe gjithmonë më shumë do na jap mundësinë që ne të jemi një urë e mesdheut, të jemi një pikë referimi për mbrojtjen dhe promovimin e kulturës së diversitetit edhe të harmonisë, jo vetëm mes besimeve fetare, por edhe më shumë se kaq shpresoj edhe uroj. Dhe ky vit është një shans për ta forcuar më tej këtë mesazh dhe më vjen shumë mirë që së shpejti ne do të lançojmë një tjetër konkurs të madh ndërkombëtar, të cilin e kemi konceptuar së bashku me presidentin e Emirateve të Bashkuara, Sheikun Mohammed bin Zayed Al Nahyan, që është konkursi për një park të madh të besimit. Parku i madh i besimit është në fakt një ide që është tani më e kahershme, por i ka ardhur koha për të realizuar dhe fal bashkëpunimit me presidentin dhe me qeverinë e Emirateve të Bashkuara, ne do ta nisim me këtë konkurs. Kemi përcaktuar edhe territorin i cili do të jetë diku në periferi të kryeqytetit, një park i madh që do të jetë një hapësirë për të gjithë, besimtar ose jo besimtar, dhe që do të referoj përmes natyrës, përmes luleve, përmes bimëve, përmes pemëve, përmes frutave, ato që janë burimet e besimeve të ndryshme. Faktikisht, do të jetë një park ku vizitorët do të gjejnë të gjitha bimët, lulet dhe frutat apo perimet që përmenden në librat e shenjtë. Dhe aty do të mund të shohin se sa shumë janë gjërat që tregojnë që në fund të ditës mund t'i vëmë Zotit emra të ndryshëm, mund të zgjedhim të besojmë ose mos besojmë në një Zot të caktuar me një emër të caktuar, por jemi të gjithë fëmijë të të njëjtit univers dhe të gjitha ato që na ndajnë mes veti janë prodhimi ynë dhe nuk janë një zgjedhje apo aq më pak një ndëshkim që na vjen nga lart apo që na vjen nga natyra. Tirana, kryeqyteti mesdhetar i kulturës, po ndishim në këto momente fjalën e kryeministrit Edi Rama. Do të rikthehemi edhe një herë zhvillimeve nga rajoni, do të flasim për qëndrimin e Bashkimit Evropian për paralajmërimin e protestave të mëdha masive më 15 mars.
Bashkimi Evropian bën thirrje për ulje të tensioneve duke krijuar kushte për një dialog që përfshin të gjitha palët e interesuara, mes tyre aktorët politik, institucionet dhe antarët e shoqërisë civile për të marrë me reformat e nevojshme për të ardhmen e Serbisë në Bashkimin Evropian. Ky është qëndrimi zyrtar i Brukselit pas paralajmërimeve për protesta masive më 15 mars në Beograd, pas të cilave presidenti Vučić paralajmëroi se ato janë të paligjshme. Madje ai nuk mohoi se gjatë tyre pritet të ketë dhunë, por shteti do të bëjë gjithçka për të mbrojtur institucionet, përfshirë edhe arrestime masive. Sipas Bashkimit Evropian, nuk duhet harruar se liria e tubimit është një drejtë themelore që nuk mund të mohohet nga asnjë qeverisje demokratike. Zyrtarët e BE-s konfirmuan se po ndjekin me kujdes situatën e brendshme politike në vend dhe mobilizimin e studentëve. Për tubimin e 15 marsit drejt Beogradit janë nisur tashmë përmes marshimit studentë nga rajone të ndryshme të Serbisë, të cilët do të kalojnë 10 kilometra për të marrë pjesë në protestë. Studentët në Serbi prej 4 muajsh po organizojnë protesta në disa qytete të mëdha. E fundit, përpara godinës së radio-televizionit serb në Beograd, duke kërkuar përgjegjësi për vdekjen e 15 personave pas shembjes së strehes prej betonit stacionit të trenit në Novi Sad më 1 nëntor 2024. Studentët përmes bllokadave dhe protestave po kërkojnë publikimin e të gjithë dokumentacionit lidhur me rikonstruksionin e stacionit hekurudhor, përgjegjësit për aksidentin, ndjekjen penale të sulmuesve të pjesëmarrësve në protesta, si edhe pezullimin e procedurave ndaj të arrestuarve në demonstrata. Vučić pretendon se i ka plotësuar kushtet e studentëve, por këta të fundit nuk kanë pranuar të ulen në dialog me të për t'i dhënë fund trazirave në vend që po cënojnë seriozisht pushtetin e presidentit të Serbisë dhe partisë së tij. Në fund do të flasim për Kosovën, nisma për lidhjen e një marrëveshje për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara është miratuar në parim nga qeveria e Kosovës. Ministri i Mbrojtjes deklaroi se me këtë marrëveshje Kosova dhe SBA-ja angazhohen për avancimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes, si planifikimi i mbrojtjes, qëndrueshmëri strategjike, si edhe ngritja e kapaciteteve strategjike ushtarake, por pa dhënë detaje të tjera. Ne kemi mbritur kështu në fund të Ballkan Update. Ju rikujtoj si gjithmonë adresën tonë zyrtare të webit abcnews.al, ku mund të njihni me lajmet më të fundit nga vendi, rajoni e botë, apo dhe të na ndiqni përmes valve të radios në 105 FM. Bashkë ndajemi këtu.